Dhe mendoj që ky është thelbi i protestës. Thelbi i protestës është unë jam shqiptar, kam sa drejta dhe territorin ti nuk mund ta gardhosh kur tek ty si tek ty dhe ta kalosh edhe ta shkëmbesh për plaçk në tregun global, në pazarin global. Nuk funksionon kështu kjo gjë. Kjo është analiza që bëj dhe sigurisht nëse kjo gjë do vazhdoj dhe do mbaq forca që është tani, pa diskutim që do kthehet një bela shumë e madhe, por mbi gjitha do kthehet për ne një çlirim i jashtëzakonshëm, do jetë aseti jon në çdo ditë që kalon kaq shumë njerëz, ky është aseti më i madh që kemi. Mendoj që do vazhdoj kjo protestë, do ketë të njëjtin ritëm, të njëjtin entuziazëm. Nuk do të bëj parashikime, se unë kam zot të bëj parashikime, s'është as në natyrën time, as nuk mendoj që është e drejtë, por ditë them vetëm një gjë, që kjo protestë nuk ka lindur për sigurisht ka marrë spunto, por ka lindur për një hall shumë të madh, i cili është akumuluar me kohën dhe njerëzit janë shumë të kthjellë. Ato që unë kam parë në shesh janë shumë të kthjellë pse kanë dalë në protestë. Ata i kanë thënë stop, bollmo. Ki parasysh një gjë që në gjithë Tiranën sot mund të kesh një 400-500 leje ndërtimi. Gjithë e kanë nga i pallat mu aty. Në gjithë territorin janë dhënë leje. Gjithë jugu i Shqipërisë është ndarë me llokma. Mereti. Njerëzit janë shumë të qartë. Pronarët i kanë masakruar pronarët. Pse sot protestuan? Pse pikërisht sot? Të gjithë po për pse nuk vendosen protestojnë më përpara? Pse nuk protestuan? Kanë protestuar. Dhe cila ishte një nga pyetjet që bëhej edhe në rrjet? Po kthej unë, po ju bëj unë disa pyetje na më jepni ju. Pse nuk protestuan ndoshta kur u rriten çmimet, kur pati rritjen e naftës, benzina, po ashtu. Duhet kuptojmë për masat e protestës, kush largimi të rinjve i shumë qytetarëve. Duhet parë për masat e protestës kush proteston dhe për çfarë. Po. Dikush se më thoshte isha në një dalje në një media dhe isha 24 dhe më tregonte një miku im, më thoshte, thoshte, nga dhjetori, unë isha para një muaji ndoshta, nga dhjetori deri në prill maj, diçka e tillë fillimi majit, kishte ndodhur diku një 120 protesta në Shqipëri. Po që janë protestat vogla që bëhen për këto, jo dikush vë këto panele diellore, jo 120 protesta. Për 4 muaj, për 3-4 muaj në Shqipëri. Të regjistruara flas që janë bërë protesta që dihen dokumentuara. Nëse nuk gabohem e di burimin, se më duket se ka thënë studion tim, po flasim për çunat e qendresës qytetare që kanë bërë. Se më nxjerr këto gjëra kështu tash. Po dhe unë jam shumë informuar mbi këto të dhëna. Kështu që sepse unë u habita nga ky faktikisht ma thanë edhe mua, dhe unë u habita dhe paka shumë korrespondenti që një ditë po, një ditë jo bëhej protestë. Dhe unë u çudita. Dhe ti na zbulove këtë agjenturën, domethënë këtu që ne shkëmbejmë informacione konfidenciale, por e vërteta është që protestohet vëndshe. Protestohet që ç'ke me to. Pasi kjo është protestë tjetër, se kjo kërkon ndërheqjen e kryeministit. Jemi në tjetër nivel këtu dhe ato 10 mira nuk kanë dalë për të protestuar për leje të ndërtimit e tij. Tash i kanë thënë zotëri, ti je përgjegjësi gjitha këtyre dhe me qira fjala, ky zotëria ka përqendruar gjithë pushtetet. E di që sot në Shqipëri Edi Rama ka 16 agjenci shtetërore në mbikëqyrjen e vet, duke si kishin shunja 2 këto ditë. Po ka se njerëzit nuk të falë për këtë gjëra, janë 16 dhe ky tipi i marr gjitha pushtetet për vete dhe mendon që kjo gjëja, domethënë, atij i jep pushtet dhe e bën më të fortë. Në fakt kjo të bën më të ekspozuar dhe njerëzit tani tër energji dhe tër shënjesa e kanë të ty. Nuk ka gjë më të tmeshme ti marrësh gjitha për vete dhe ta marrësh gjithë valën të bjerë ty. Ka edhe 83 mandate nga ana tjetër. Shiko, kjo jo një sekondë, e para punës kjo është Kja marrë një falë para se të përshëndes dhe pastaj vazhdoj bashkë me Rizin në një shtet demokratik, ky fosh tjetër, si thashun 8, ta kanë bërë 8-2, 83 mandate është quhet elektoralizëm. Ço thotë elektoralizëm do thotë flasim e momenti kur të kam rrafu me çunat 6-2 atëherë, nuk flitet shumë demokraci. Demokraci është sot për nesër, demokraci është korrigjimi. Po ka një vit kjo, në maj ndodhi, nuk është ndodhi shumë larg. Unë po them sot për nesër, ti thua për një vit. Sot për nesër. Në çdo moment që ti del dhe merr një vendimarrje, ti je i detyruar të bësh. Kjo është demokracia. Po të është super rezultat për partinë fjalë. Është super rezultat me 40.000 vota më pak, më duket në rang sa ka pas me zgjedhjet më parë. Po se nuk i futemi tani sistemin zgjedhor sepse ka një diskutim pak vështirë. 83 flasin për rezultatin. Rezultati në Shqipëri flasin për një sistem zgjedhor i cili është komplet i komprometuar nga kokat e kombët. Dhe me qira fjala, zotëria në fjalë ka pranuar dhe madje e ka festuar sistemin patronazhist Shqipëri, i cili ka ato gjëra që kam lexuar unë kur kam parë atë daljen në publik të sistemit patronazhist, janë llahtarë.
Dinin dhe që halli kishte filani dhe që ishte me kom të thyme dhe që este me shkop. Zoti Rama i falenderoj sot nga Vlora, nuk e dija e pata mund të ta ndjekesh pak Zoti Rama, tha faleminderit, tha patronazhistëve të Vlorës. Dhe nuk e ka gabim sepse ai, domethënë, po na thot neve, jo, se ka humor, jo. Se ka humor? Sepse po na thot neve që ato 83 mandate i ka marrë me këta, pra me ushtrinë nëse do thoshte, jo thoshte, më kanë votuar vetë, ky thot vetë që i kanë bërë me patronazhista votat. Dhe ky zotëria nuk ka moral për të thonë për 83 mandate, sepse ky e ka marrë Shqipërinë në 2013-ën, ka marrë pushtetin me 120.000, 118.000 sa kanë qenë në administratë, e ka çuar 200. Ka shtuar 80.000 njerëz në administratë. Po çfarë drejt qeverie e ti tani, çfarë drejt politikani e ti që shton 80.000 veta në administratë, që dihet shumë mirë sepse i ke shtuar dhe thua pastaj mua më shtohen